Qeveria shqiptare ka ndërmarrë në fund të këtij viti një nisë për miratimin e një amnistie penale, e cila synon uljen e mbipopullimit në burgje, rehabilitimin e të dënuarve dhe forcimin e sigurisë afatgjate në përputhje me standardet europiane të drejtësisë. Amnistia vjen pas një analize të detajuar të situatës në sistemin penal shqiptar në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse dhe adreson një shqetësim të madh përdorim të lartë të masës së paraburgimit. Aktualisht në sistemin penitenciar ndodhen rreth 5000 persona, nga të cilët më shumë se gjysma janë të paraburgosur, si situatë që sipas Lamallarit kërkon ndërhyrje të menjëhershme dhe proporcionale. Nga zbatimi i amnistisë do të përfitojnë lirim të menjëhershëm rreth 380 persona, ndërsa rreth 900 të tjerë do të përfitojnë ulje dënimi. Efekti menjëhershëm i kësaj mase pritet të ulë popullimin në burgje me gati 7%, duke përmirësuar kushtet e trajtimit, sigurisë dhe rehabilitimit, si dhe respekti më dinjitoz dhe njerëzor. Ministri i Drejtësisë Besfort Lamallari sqaroi se kjo amnistia përjashtohen kategorikisht personat e dënuar për krime të rënda, korrupsion, vepra me rrezikshmëri të lartë shoqërore, si dhe subjektet e hetuara nga SPAK apo të gjykuara nga Gjykata kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Nuk ka amnisti selektive apo favorizime, ka kritere ligjore të qarta dhe transparente, ka theksuar ministri. Ai nënvizoi se drejtësia evropiane nuk matet me numrin e personave të burgosur, por me parandalimin e veprave penale, rehabilitimin dhe uljen e përsëritjes së tyre. Kjo amnisti nuk është falje shkeljes së ligjit, por një shans i dytë i dhënë me përgjegjësi për ata që mund të duhet të rikthehen në shoqëri dhe pranë familjeve të tyre.